Jam rikthyer sërish të studio dhe më është bashkuar deputeti Arjan Doja. Përshëndetje, mirë se erdhe, zoti Doja. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ne jemi në një sesion të ri parlamentar, do ta nis politikisht, pastaj pa diskutojmë që si një njohës si mirë ligji do të pyesë për çështje tjera të nxehta, po të ri pak tek politika për të shkëputur zotin Doja ose Arjanin që ne njohim ne nga prokuror në politikan. Kështu do nis nga kjo e fundit. Ka nisur parlamenti, janë seanca të nxehta si pasojë rezultateve le të them jo fort mira për opozitën, saj që ne dhe opinioni publik kemi ngritur mjaft pikpyetje tek roli që do të ketë opozita në të bërit opozitë dhe transparencë në sallën e kuvendit. Sot që ne flasim, a mendoni se opozita është në lartësinë e duhur në të bërit opozitë me kauza, me çështje dhe me synimet e saj, qoftë tek betejat e mëdha se po troket beteja për Tiranë e tjera. Po ta nisim tek qartësia dhe kthillimi që ka për të ngritur zërin dhe për të bërë një opozitë fort. Si e sheh? Në radhë parë falenderoj për pyetjen. Është pyetje me shumë vend pasi prek interesat e shumë njerëzve të cilët kanë votuar për ndryshimin në Shqipëri. Ka disa nën pyetje tjera të cilat mund të renditen për të treguar arsyen pse Partia Demokratike, grupi parlamentar ka marrë pjesë dhe vazhdon të marrë pjesë në Kuvendin e Shqipërisë aktual, edhe pse i ka kontestuar zgjedhjet për mënyrën se si organizuan, u zhvilluan ato dhe se si u ndërhyn në deformimin e rezultatit në këndvështrimin tim, po edhe deputetëve tjerë të grupit parlamentar të PD-s, po edhe shumë mbështetësve dhe njerëzve që i përkasin votuesve të rregullt Partisë Demokratike në Shqipëri. Tani, Shqipëria që në kushtetutë ka të përcaktuar që është republikë parlamentare. Dhe ajo vjen si rezultat i organizimit në këtë lloj mënyre ku kuvendi është organi më i lartë legislativ i vendit. Ne ndodhemi përpara një fakti që zgjedhet për disa faktorë, duke filluar nga intimidimi i administratës, përdorimi i administratës në zgjedhje, patronazhisë, sistemi i famshëm i patronazhimit, shkelja e parimit kushtetues fshehtësisë votimit për votën e diasporës. Kemi ndërhyrjet që janë bërë nga ashtu quajtur banda kriminale apo kontingjenti kriminal i quajtur ndryshe. Kemi atë që quhet ndryshe deformimin e rezultatit përpara se sa të fillojë gara, që është me ndërhyrjet që janë bërë në kodin zgjedhor dhe ligjin për ndarjen administrative territoriale. Po i përmenda këtë blok shkelesh, konstatimesh, pasi Partia Demokratike si rezultat i këtyre shkeljeve ka dalë me këtë rezultat të është deformuar vullneti i zgjedhjeve. Dhe kjo ka sjell, po themi, vënien dilemë të njerëzve që rezultati i arshëm ose çdo lloj rezultati po të futesh në garë është i paracaktuar. Faktikisht janë këto elementë që bëjnë të paracaktuar rezultatin e garës. Pra, qofse me kodin zgjedhor aktual, një deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës shkon me 6300 vota në parlament, deputeti i listës hapur, zoti Ali Mehmeti, me 18000 vota, nuk arriti që të bësh deputet. Pra, mënyra se si shpërndahet sipas asaj formulës që është zgjedhur në kodin zgjedhor, nuk pasqyron drejt vullnetin edhe votën e zgjedhësve në zgjedhjet parlamentare që janë zgjedhje shumë të rëndësishme. E dyta është ligji për ndarjen administrative territoriale. Vetëm nga mënyra se si janë kompozuar njësitë administrative territoriale, pra një pjesë e Paskuqanit i kalon Tiranës, ndërkohë që po të ishte me Kamzën prodhonte një deputet djathtë. Pra është një studim i mirëfillt. E kam thënë dhe një emision tjetër, unë nuk shuhem nga ato njerëz që e përdorin guximin rreth parë në veprimet e tyre të jetës përditshme, po kam përdorur arsyeën dhe shkollimin që kanë. Ky është një defekt i miratuar nga të dyja palët, ku edhe ekspertët tanë Partisë Demokratike më përpara kanë bërë gabimet e tyre me dashje pa dashje nga mungesa njohurive që ka ardhur kjo lloj formule. Se kanë ata që mendojnë që se kanë lexuar fare ose më saktë janë akuza politike se unë s'da vërtetoj këto. Po zondoja sot jemi përballë kushteve të akuzë teknike kjo që them. Pra sot po të ripërsërisim zgjedhjet, që është vullneti gjithë mbështetësve tanë, po edhe imi personalisht, edhe i pjesë të madhe të deputetëve të Partisë Demokratike që nuk kanë shkuar aty për një rrogë, po të ripërsërisim zgjedhjet, ti je me 18 deputet minus. Pra, u rregullu formalisht momenti i koalicionit për asaj. Po jemi përballë një analizë të munguar, zotin Doja. A guxon kush nga ju, nga Partia Demokratike, ti thot Berishës që të bëj analizën dhe mos ketë vetëm emrin e Dirama humbja përballë apo mekanizmat që u përmendët, po të ketë edhe emra drejtues qarqesh, të ketë emra konkret nga radhë të demokratëve. Ajo është një analizë i përket nga brenda partisë. Por ne fillimisht duhet të themi shkaqet dhe arsyet sepse gara nuk është e barabartë. Pra, aksioni politik i Partisë Demokratike... Po, nuk kishte të rezultat kaq drastik?
Po rezultati është a priori nëse ne nuk rregullojmë rregullat e lojës, pra aty hyn rregullat e lojës me 18 deputet minus. Rregulluam rregullat e lojës për sa i përket koalicionit parazgjedhor, ndërkohë që nuk rregulluam dot këtë pjesën tjetër. Pra, e kam thonë dhe një emision tjetër. Unë hyt ato njerëz që do ta them të vërtetë, nuk kam thonë dhe zgjedhësve të mi. Ajo që është e vërtetë sipas meje, pavarësisht se mund. Edhe kundër kreut Partisë Demokratike, nëse është e vërtetë do e thuash ashtu, çfarë do të thuam? Patjetër që po. Por kreu i Partisë Demokratike, se ke në siglën e PD-s. Unë jam në siglën e PD-s, absolutisht nuk i dal kundra Partisë Demokratike në vendimet që merr, sepse jam pjesë e grupit, po ka një problem. Thua është vërtetën për sa i përket profesionit tim, besoj që edhe kryetari i Partisë Demokratike do ma dëgjoj mendimin për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ai s'është jurist. Pra, kodin zgjedhor ka pas ekselent aty, eksponent ekselent të drejtësisë që i kanë dhënë mendimin që duhet bën këtë formë. Po ashtu i kanë thënë edhe për reformën drejtësi, që e kam thënë publikisht në një emision që për mendimin tim ka bërë shumë gabim Partia Demokratike që ka votuar. Pra, nuk jam kundra reformës, se njerëzit përgjithsisht në Shqipëri thonë bë gjërat janë bardhë ose zi. Ky nuk bën, edhe jemi kundra totalisht, edhe do shkojmë në parlament vetëm kundra. Jo, ka gjëra që janë mirë, po ka ca gjëra që duhen rregulluar për më mirë. Ky është niveli i ekspertizës, ajo që presin njerëzit. Do pyes diçka konkrete se lidhet me Partinë Demokratike, po pasi Rama e shkarkoi Veliajn, shpalli kandidaturën e Manastiriut, pyetja që duhet bëni më është apo bëhet gati dhe ka kapacitete Tirana, po mos i haro pak të punën e Veliajt. E çoj sot në kushtetuese, e bllokon apo jo procesin? Se shikoja titujt e mediave, bllokohet Tirana. Bllokohen zgjedhjet. Ma shpjego pak tani këtë pjesën? Për shkak të asaj ekzigjencës që ka kjo lloj çështje, vendimi gjykatës kushtetuese pritet që të merret më shpejt se sa në rastet e tjera. Që do të thotë sa i ka afatet dhe për sa mund të merret në gjykimin tuaj? Afatet në Shqipëri, gjykimi arsyeshëm, do futemi te reforma në drejtësi, nuk janë respektuar dhe nuk respektohen. Pra vetëm për këtë do shprehet shumë shpejt. Po nëse jep të drejtë Veliajt? Nëse jep drejt Veliajt, atëherë nuk ka zgjedhje, absolutisht. Këshilli bashkiak do marrë vendim, do të caktojë person tjetër që do të drejtojë Tiranën, në mungesë atij derisa të. Pra do komandohet. Zgjidhja që ka ndodhur në rastin e Durrësit. Bëj vetëm një shtesë te ajo pyetje e parë që bën. Pra për njerëzit që na dëgjojnë. Partia Demokratike ka hyrë në parlament sepse duhet mos lëj asnjë hapësirë bosh. Lërja e hapësirave bosh në parlament së pari dhe në zgjedhjet vendore, kryetarët e këshillëve e bashkive, ne bëm gabimin më të madh sepse shputëm çdo lloj lidhje reale me pushtetin. Qoftë vendor. Unë pyeta për prezencën ose jo, pyeta për ngritja e kauzave çështje. Dhe ja çfarë po them. Pra, pjesëmarrja jonë aty ka të bëjë me faktin që ne duhet mos lëmë asnjë hapësirë bosh dhe të diskutojmë teknikisht për çdo gjë që kalohet. Aksioni i opozitës është përqendruar në dy pika. E para, paraqitja e gjithë shkeljeve zgjedhore, përpara faktorit ndërkombëtar, përpara farsën, po. Dhe bërja e kallëzimeve përkatëse në organet përkatëse që ndjekin procedurën ligjore. E dyta është aksioni në bazë, përveç se në parlament, aksioni në bazë me strukturat për sa i përket ndërgjegjësimit dhe rritjes frymës masave për të përgatitur për zgjedhje parakohshme. Pra nëse ne sot nuk ndryshojmë kodin zgjedhor dhe ligjin për ndarje administrative territoriale, ne rrezikojmë që po të hyjmë prapë në zgjedhjet e përgjithshme, jo vendore, në zgjedhjet e përgjithshme ne rrezikojmë të humbasim sepse jemi me shumë deputet mangot nga formula. Ne këtë gjë duhet ndryshojmë, pastaj të hyjmë zgjedhjet parakohshme. E dyta, ato kauzat që ju thoni, gjithë shqiptarët, vetëm ju shtypi çfarë bëni çdo ditë duke prezantuar ngjarje reale dhe shkelje ligjore që bëhen nga gjithë administrata, qoftë vendore, qoftë ajo ekzekutivit në qendër, janë më se të mjaftueshëm përveç fjalëve tona që ne i bëjmë publike çdo ditë për të kuptuar se në çfarë gjendje ndodhet vendi sot. Sa serioz është opozita në gjithë një kandidati përballë Manastiriut? Shikoj që po bëjnë diskutime, disa nga kandidatët s'kan preferuar për shkak situatës, Shumari Mehmeti pretendon që ka një platformë afatgjatë. Tani dalim pak për te i Durrësit dhe shohim këtë që është garë, se kjo është një garë shumë e rëndësishme. Për mua personalisht, nëse më lejon ta them, dhe shfrytëzoj këtë hapësirë, është garë dhe për treguar forcën e fiton apo se fiton. Ne do dalim jashtë Durrësit, po duhet të fiksojmë vetëm diçka. Zoti Kalaja, Zoti Vata, Zoti Ndrec Pjetri, mjekja nderuar Lira Harizi dhe disa deputet tjerë kanë arrit marrin aq shumë vota sa që të majnë Durrësin minimalisht në rezultatin që ishte. Edhe pse atje u përfol që kishte ndikim më shumë, etj me radhë, ndërhyrje më shumë, etj me radhë. Kështu që po të imash në mënyrë pjesore, Durrësi me vërtet që duhet kalu, po nuk duhet kalu aq kollaj, sepse
Durrësi e mbajt rezultatin, Elbasani humbi nga lista mbyllur, Fieri humbi nga lista mbyllur, Vlora humbi nga lista mbyllur. Tirana mori vetëm një sipër listës mbyllur. Kështu që pra, që qëndrojmë Tiranë, mendon që kemi një kandidaturë që mundet ta ngushtoj këtë hendekun e madh të votave? Le të sqarojmë diçka. Edhe pse ka që vështirë, duhet të ishte përgatitur politikisht, se zoti ndoja politika ka strategji. Ndoshta zotja kërkoi, ju duhet ja them edhe zotit Berishës se do kemi mundësi, po për shembull, një nga kandidatët në zgjedhjet që lan pas mund të ishte projektuar, ai mund të shkonte edhe të bënte fushat si kryetari i ardhshëm i bashkisë. Po flas për një strategji. Shiko, në Shqipëri me çka kuptojnë se unë tash jam akoma i pashkputur nga profesioni im, unë vazhdoj të qëndroj besnik faktit që çdo njeri në radhë parë duhet prezantojë ngjarjen. Pra si është ngjarja. Pastaj të jap opinionin e vet në lidhje me ngjarjen. Po për sa i përket tregimit të ngjarjes politika është denuhatje, nuk është vetëm. Dakor, po tregimin e faktit ngjarjes ai duhet ta bëjë në mënyrë korrekte. Pastaj analizën që i bën faktit, unë e bëj ndryshe, ti e bën ndryshe, dikush e bën ndryshe, edhe në varësi të interesave pikpamje që ka. Tani, shumica e njerëzve mendojnë që Berisha si ka kohë që tiki nga kryesia e PD-s. Po pse e mendojnë të? Fakt nuk është mendimi i tyre. Ky është mendimi manipuluar nga mediat. Ka kaq kohë që mediat kontrollohen nga qeveria, analistët kontrollohen nga qeveria dhe ka ardhur pika deri në atë grasa që të themi që kryetari i mazhorancës sot duhet zgjedhë dhe kryetarin e opozitës. Pra, po ta dëgjosh shumë herë një refren këngës, shumë herë bëhet pak familjar dhe e dëgjon, dallon se kush është teksti i këngës. Edhe muzikën kush e ka shkruar bëhet familjar. Është bërë kaq shumë familjare në përmisioni kjo gjë, sa që ka ngel problemi që është Berisha. Jo më jo, problemi i shqiptarëve sot është Rama. Pse? Sepse Rama po qeveris ka 12 vite dhe ne diskutojmë sot për 24 orë ujë të pishëm, po bie fjala, ndërkohë që ne s'kemi ujë dhe mas 12 vitesh. Kujt i drejtohet ky? Ne na drejtohet që ta ndihmojmë, ne që s'kemi pushtet. Kupton? Ka ca alogjizma që nga manipulimi i vërtetës ne po humbim nga perceptimi real i përmbajtjes gjës e po merrem me titujt. Për shembull, sa i bukur është titulli që bën një gazetar ose një status, një politikan, po jo përmbajtja. Pra të thuar që ne kemi 4 seanca në parlament dhe akoma ne nuk na është vendos përpara rregullore, është për të vënë durrët në kokë. Dakor. Do me thonë, ne që kemi ligjin organik rregullore mbas kushtetutës, ne s'dim gjë se çka ka ndryshuar. Dhe më e bukur është, mbasi konstituohet parlamenti, zgjidhet kryetari i kuvendit, pastaj duhet ishte mbledh ky këshilli i legjislacionit ku bëj pjesë dhe unë. Dhe ne duhet kishim diskutuar për ndryshimet rregullore. Dhe sigurisht janë numrat kartona, duhet bësh një grup pune nga ky parlament i ri. S'është bëj gjë e tillë. Po ta shikoni te seanca para fundit, unë kam bëj kërkesë procedurale. Pra, për kërkesa procedurale më vendos aktet në dispozicion për çfarë vijon seancë, që unë t'jap mendim, përndryshe unë vi kot. Përveç çfarë keni pa ju publikisht, mënyrën se si janë organizuar seancat e mënyrën si... Do më kthesh përgjigje? Ka një kandidaturë? Vazhdojnë negociatat sepse mendoj që... Jeni vonë? Jo, nuk e mendoj që jemi vonë, për arsye se pothuajse pjesa më e madhe e fushatës është bën në Tiranë, por kur vjen puna tek zgjedhjet vendore, njerëzit përqendrohen tek aftësitë kualitative të kandidatit. Tani ka i problem. Nëse keni pa në parlamentin më parshëm dhe fillimin e parlamentit tani dhe në vazhdimsinë e parlamentit, ka një ndryshim drastik të qëndrimit të Partisë Demokratike. Pra nga i qëndrim ku njerëzit mendojnë që shkohet për ta prish seancën, për të bërë zhurmë, faktikisht nuk është kjo. Seanca e parë që u prisha ditë, u prish si shkak i reagimit instinktiv së parit kryeministrit, më pas i përullësisë së kryetarit kuvendit për të zbatuar rregullat që e tha e keni pa publikisht mbyllet seancën, kalojmë votim. Ja. Jo personalisht. Ja. Tani nga radhët tuaja. Radhë në kurth, ju nxori diella nga vetja. Diella ju nxori nga vetja. Shiko, nuk na kanë nxjerr diella. Diella është diçka që e kanë nxjerr. Janë 2-3 individë të ne që kanë dozë emocionaliteti pak më të lartë se sa në të tjerët, po e vërtetë është që ajo seancë ishte destinuar që të prishesh. Dhe plani ishte bërë po nga vetë pozita për ta prishat seancë. Po ta shikosh në seancën tjetër, jo, nëse ndihmuam, ai ishte plani, ishte regjia e bërë më përpara. Po të shohësh gjuhën me të cilën na është drejtuar kryetari i grupit parlamentar, kryeministri neve, i bie që në aty ka doza fyse jashtë logjike. Je dakord me mënyrën si veprojnë ato 3 element apo jo? Ma thuaj trosh. Jo. Mos keni për të parë në herë, them publikisht, as duke ra tavolinave, as karrike. Unë jam aty për të fol. Unë do flas atë që di dhe ashtu si e di unë, teknikisht, profesionalisht. E para demonstroj kulturën time personale dhe familjare, e dyta formimin tim arsimor, edukimin tim, e treta nuk mendoj që kjo është direktiv partia. Unë po marr pjesë, kam qenë larg Partisë Demokratike, jashtë,
tani janë brenda. Nuk thuhet na si grup parlamentar, na si moment, as e ka thonë kryetari i partisë, as kryetari i grupit, as tjetër që shiko do shkojmë, do prishim seancën. Pra qëllimi jonë është prishim seancën. Nuk e kanë thonë na si moment. Kjo është e vërteta ime. Po ka ne të vërtetë tjetër, janë dhe 50 tjerë aty ke grupi parlamentar që mund të thonë po është ndryshe. Pra nuk është kjo. Po doza e emocionalitetit të dikujt, pra unë du me ndërtuat profilin tim politik. Dikush tjetër do të ndërtojt vetin. Vija e partisë është kjo që ne do i bëjmë oponencë të fortë qeverisë, deri në momentin që ne të arrijmë të shkojmë tek qeveria teknike. Po gjatë kësaj kohe vazhdojnë ushtrimin e vet të kompetencave dhe detyrave që mbartin, edhe të planeve tyre që kanë. Ne duhet i ekspozojmë çdo ditë shkelet që hasin. Jo të bëjmë kakofoni, jo zhurmë. Kemi parë një përplasje ose më saktë deklarata në distancë. Si është e vërteta jote me Aulon Kalan për Durrësin? Po, zoti Kalaja dhe unë kemi qenë... Se kemi kolegë dhe unë nuk mund të anashkaloj se ka pas dhe mbështetjen tonë. Pa tjetër. Gjatë kohës që bënte fushat, dhe jemi surprizuar dhe nga rezultati, që kishte një rezultat të mirë. Jeni surprizuar se nuk e mendonit apo... Zakonisht njerëz që vinë dhe punojnë me forca pa mbështetje, vetëm forcat e tyre, ky terreni jon politik nuk është se i ka mbështetur ose për. Auloni ishte një prej tyre, kështu që për këtë po ta them. Auloni gëzon respektin tim dhe mbështetjen time maksimale për sa i përket rrugtimit tim në politik. Nuk hyn të rrethi miqve të mi personalisht se kam njoft më përpara. Problemi i Aulonit është që ai ka hyrë një garë, i ka pas gjithë mekanizmat ligjor për t'i ushtru, i ka ushtru, nuk i ka thonë kush askush që mos i ushtroj ato, nuk ka të drejtë, e them publikisht që nuk ka të drejtë, koha do ta vërtetoj që s'ka të drejtë, por gjithsesi ai ngelet një nga kontributit më të mirë të Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit. Është pjesë e rëndësishme e rezultatit që është arrit 8-6. Dhe kam thonë publikisht, po t'jetë puna, unë jam për të mbështetur të rinj politik. Diferenca prej 1052 votash sot, me gjithë rinumrimet, lënë 5 qendra votimit pa numëruar që do shkonte 1300, është shumë e lartë për ata që merren zgjedhje. Megjithatë, ai ka qenë i detyruar përpara mbështetësve etj më radhë për të thonë, ti hapin gjitha, fillojmë me Krujën, e gjitha qendrat e tjera të votimit, po fillojmë me Krujën të para, ku ai është marrë personalisht, e pastaj vazhdojmë me radhë. Po nuk është Auloni më shumë, në rastin konkret, bëri kauzën e vet, po më shumë realisht i shërbeu pozitës për çrëviku zgjedhjet. Ndërkohë që gjithë pjesa tjetër e Partisë Demokratike u mor me demontimin e farzës zgjedhore, duke thënë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Qoftë ai treni bullgar, qoftë shkelja e fshehësisë votimit, parim kushtetues që votonin në mënyrë kolektive jashtë vendit, ndërhyrja e administratës vetëm shikohet sistemi tim sa herë kanë shkuar njerëzit. Elementi Dë pyesë për një tjetër që ka qenë Kazier. Është kontribut i vuar, i vyer i Partisë Demokratike. Unë jam që të mbështeten të rinjt, figurat të reja sa më shumë vinë, aq më shumë sillin produkt në rezultat. Kazier media studiot me foton e vitit 2021 që qarkulloi. Ju e keni sqaruar, po mua, meqense e kam pat pjesë diskutimeve çdo ditë në këtë fashën time 3 orë, dua t'ju pyes, është eruar si argument, apo ka element tjerë që mund t'i shtosh sot këtu? Unë kam dhënë mendimin tim. Po, edhe kam ndjekur, jemi referuar. Pra, është jashtë realitetit flasësh për një video që ka ndodhur në vitin 2021. Çfarë ndodh kur Sali Berisha dhe Edi Rama takohen në një pritje zyrtare që organizon një nga ambasadat e huaja, apo në një shoqëri në një kompani private që i fton të dy, japin dhe dorën ndonjëri tjetër? Çfarë ndodh? Janë bërë miq ata njëri me tjetrin, ose thonë ndryshe pse janë armiq ata njëri me tjetrin? Ata janë armiq politikisht. Unë në rastin konkret kam qenë i ftuar, kam qenë atë pozicionin tim, e kam sqaruar. Rrethanat e faktit e sollën që një emision investigativ të ketë siguruar dhe një video të asaj dreke ku dalin gjithë pjesëmarrësit aty. Pra thelbi i asaj video ishte që Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, godet bandat. Një nominon ato, i etiketon çdo ditë. Ndërkohë që një deputet i forcës ti ulet, tregon me ta dhe i ka miq. Ky ishte thelbi, nuk ishte problemi i Arianit aty. Ishte problemi, jo, nuk më rëndon, sepse aty s'kishte asnjë element kriminal. Pra, elementi kriminal ishin bandat e Durrësit që përfliten me emra. Kurse prezenca e vllajt kryeministit, ai është vllai i kryeministit. Nëse ai është i akuzuar për xhibrakën, ai të shkohet përballet me ligjin. Kupton? Ndërsa koncepti i këtyre që akoma nuk janë përballë me ligjin, nuk kanë marrë vendim formës për herë, po etiketohen politikisht që janë pjesë e bandave të fuqishme me trafiqe të palishme etj dhe kanë efekte vendimmarrëse në jetën politike të vendit apo në
drejtuesit institucional vendor, aty s'kishte asnjë nga ata. Prandaj është nxjerrë ajo video e dytë dhe i falenderohet emisionit investigativi që e ka gjetë video, dhe faktet janë fakte. Kush të dojë t'i jap interpretim nga më të ndryshmit. Kjo nuk më shqetëson fare. Unë kam qenë pjesë e një dreke i ftuar nga disa miq të mi, kam kaluar shumë mirë në nga biznesi? Nga biznesi. Shtruar nga kastratat, besoj? Po. Sa ashtu e kuptova nga... Edhe emra që i kanë përmend status, mi kanë thonë ato se kush kanë qenë prezent, unë si kam njoft. Ka qenë një drek miqësor, si që as ka pas as një lloj prapaskene, as në marrëveshje. Le të dalim te logjika. Në Durrës, mos vallë kryeministi me vllajën e kryeministit e ma dhanë mandatin. Procesin tim të vettingut që mbaroi me dëshirën time se ta është dorëheqin, po që në shkallë parë u bë pezullimi nga detyra. Ishte vallë ndërhyra e kryeministit dhe vllajt tij. Pra, duhet dalim jashtë saj, duhet ta emancipojmë edhe opinionin publik. Kushdo që më njeh mua personalisht e di se çfarë qëndrimi majën raport me miqt dhe me ata që quhen dashakeq, sa armiq akoma nuk kam. Qartë. Sot duket se ka shumë akuza në nivelet më të larta të politikës, si nga PD-ja, si nga PS-ja për lidhje me botën e krimit, investime, kullat janë kryefjalë, kujt i takon, kujt s'i takon, Berisha kishte bërë një status, flitet pastaj për vende ku takohen bota e krimit me drejtues të lartë të politikës. Të ndoja, janë argumenta të vërtetueshëm, takimet, çfarë vërtetësie kanë dhe a është i fuqishëm SPAK-u për të ndaluar ngjarje të tilla ku bota e krimit drejton, thuhet që ka futur duart si në drejtësi, si në politik? Ta mbyll me këto. SPAK-u ka rolin e vet pozitiv gjatë tyre vite në goditjen e disa individëve. Se në kanë nxjerrë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, besoj ti e ke lexuar. Departamenti Amerikan i Shtetit lidhe me klimin e investimeve gjatë vitit 2025. Janë të gjitha shkojnë miks këtu. Dhe më shumë se të flasim për Dash, ne flasim për kujt i takon syri i Tiranës dhe lumi i Tiranës. Ajo është më e rëndësishme se këto dyja që thamë. Këto janë ngjarje që njerëzit merren dhe interpretojnë. Këtë le t'i marrin e t'i interpretojnë dhe të ngrenë akt akuzë organet ligjzbatuese. Ndërkohë që ajo që thot Departamenti i Shtetit në lidhje me klimin e investimeve është shumë e rëndësishme sepse tregon në lidhje me ato fenomene korruptive, fenomene të keqqeverisjes, të burokracisë, të cilat ndikojnë drejt për drejt në klimin e biznesit. E tjerë shpopullimin që janë një 10 pika që unë i kam nxjerrë dhe një status. Kjo është shumë e rëndësishme për të ditë. Atëherë nga vin këto, nga qeverisja e kujt? Se ka 12 vjet Partia Socialiste që e qeveris këtë vend. Këto janë probleme që 12 vjet është kohë e gjatë. Ndërkohë që pjesa tjetër që thoni ju për sa i përket elementit kriminale, kullave e tjera me radhë, njerëzit duhet kuptojnë që edhe qëndrimi ndërkombëtarëve deri tani ka favorizuar qenien në pushtet Partisë Socialiste. Domethënë ju e kuptoni që presidenti Trump deri me datën 5 nëntor që u zgjodh ishte kandidat. Në janar mori detyrën, ndërkohë që përpara një jave mos gaboj, ish ambasadorja jonë që dilte e mbështeste publikisht kryeministrin tonë, iku nga detyra, kështu që akoma s'ka ndodhur ato ndryshimet e famshme në Departamentin Amerikan të Shtetit që të fillojnë të sjellin të vërtetën në Shqipëri që ka qenë e deformuar. Pra, e vërtetë e deformuar përpara opinionit ndërkombëtar na ka pamundsuar ne si opozitë që të dalim me këto ndryshime që duan. Qoftë te kodi, qoftë te ligji për ndarjen administrative territoriale, të dalim me ofertë. Pra imagjinoni, Partia Demokratike me një program real për çdo klasë, për çdo shtresë shoqërisë, ndërkohë që Partia Socialiste vetëm slogane. Dhe mbas daljes programit ton, merrte pikat tona dhe përpiqesh thoshte që ne po e bëjmë këtë gjë. Dhe në fund se këtu ka qenë ulur Auloni kur tha unë do t'i çoj gjithë në SPAK Aulon Kalaja. Frikesh? Unë? Po se ka me mua Auloni. Auloni e ka me zgjedhësit. Betejë, nuk e ka me Arianin. Auloni do ketë mbështetjen time në karrierën e vet me Partinë Demokratike. Jo me legalitetin, me Partinë Demokratike. Do të thonë, e zonë... Është artifisme çështja tani, se si ju? Po se di, unë në bisedat që thot, me sa e kam ndjekur, shpesh herë thot që është për 8 majtës dhe djatës edhe brenda partisë. Kështu që se di, është me Partinë Demokratike apo jo. Po gjithsesi, zgjedhet në Bashkinë e Kryes me Olonin, me Andja Ullirin, edhe me mua, treguan që u fituan. Kështu që dal një nga kandidat dhe unë do jem shtetësi kryesor që Partia Demokratike të fitojë Bashkinë e Kryes. Ky do ishte rezultat real. Ndërsa rrugtimi ligjor nuk më takon mua të flas. Flas SPAK-u, flas Prokuroria e Durrësit, flasin gjykata. Aty janë provat, fakte.
Faleminderit zëndëre. Faleminderit ju. Punë të mbarë. Faleminderit. Gjithsa u thash dhe në faqen tonë zyrtare, MCN TV.al.